Jemi rikthyer përsëri në studio për momentin në ora po shënon 8 dhe jemi gati edhe për bisedën e radhës, ku do të flasim pra për datën 15 janar, që shënohet dita për kujtimin të viktimave të gjenocidit në Kosovë dhe qendra e gjenocidit në Kosovë Plagë e Hapur do të organizojë diçka, madje edhe viteve të kaluara, por edhe si vjet do të shpërndajë me mira simbolet të Lul Kuqës me 4 petale si simboli i gjenocidit. Si do të shënohet pastaj tutje dhe çka është bërë në këtë drejtim deri sot, do të flasim me zëvendës kryetarin e kësaj qendre, zotri Adnan Aslani, që tashmë e kemi në studio. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se na keni ardhur. Është kënaqësi, hajde urdhani. Si keni nisë sot ditën? Dita sot është e mirë, pavarësisht që bën ftohtë. Është kohë dimri, po Kosova ka përjetuar dimra edhe më të vështirë. Dhe kjo e sot mja duket ma e qetë në krahas me të tjerë. Kosova e lirë, është vend ku njerëzit mendojnë lirshëm, ku njerëzit qarkullojnë lirshëm, dhe acaret nuk ndihen më që janë ndiher gjatë kohës luftës. Po, dhe uroj që mos të përsëritet më një gjë e tillë. Një acar që nuk ka të bëjë, po besoj vetëm me burrën edhe me rishit atmosferike, po një acar pak më ndryshe, diçka tjetër që hyn thellë në shpirt. Megjithatë është mirë për me kujtu dhe mirë që shënohen data të tilla, të paktën të kujtojmë viktimat dhe të kujtojmë atë se çka ka ndodhur në Kosovë. Çka po bëhet në drejtim të kësaj çështje? Qendra gjenocidit në Kosovë Plagë e Hapur, e cila është themeluar në vitin 2019, që nga themelimi, nga viti 2020 e këndej, ka aktualizuar çështjen e gjenocidit në Kosovë, është munduar që të sensibilizojë opinionin publik vendor dhe ndërkombëtar që kjo çështje të aktualizohet sa më shumë. Data 15 janar është caktuar nga Kuvendi i Kosovës me rezolutën e datës 16 maj të vitit 2019, që kjo datë është caktuar si dita e përkujtimit viktimave të gjenocidit Kosovës. Kujtojmë se Kuvendi i Kosovës përmes kësaj rezolute është i vetmi parlament i cili veprimet e forcave serbe i ka cilësuar si gjenocid. Dhe ne mundohemi që kjo çështje të aktualizohet sa më shumë, me qenë se është një çështje shumë e rëndësishme. Sa është e rëndësishme pra të njihet me këtë titull, të njihet si gjenocid, jo vetëm në Kosovë, por edhe tek ndërkombëtarët? Gjithsesi, pikërisht atë punë ne po e bëjmë dhe po apelojmë gjithkund, me qenë se forcat serbe gjatë luftës së fundit në Kosovë kanë bërë veprime të cilat janë cilësuar si gjenocid dhe kanë qenë ashtu. Kujtojmë se kemi të bëjmë me mbi 10.000 civil të vrarë gjatë luftës së fundit, janë mbi 20.000 meshkuj e femra të përdhunuara seksualisht, janë mbi 1 milion shqiptar të dëbuar dhunshëm nga Kosova dhe janë shkatruar objektet e trashëgimisë kulturore, është tentuar të shkatërrohet identiteti i shqiptarëve. Gjitha këto veprime janë dëshmi se gjithçka ka qenë planifikuar, e menduar mirë dhe cak i kësaj pjese të shkatërimit kanë qenë pikërisht shqiptarët e Kosovës. Është e rëndësishme mbledhja fakteve edhe dëshmive gjitha këto, merren edhe me këtë çështje? Gjithsesi, është shumë e rëndësishme kjo punë duhet bëhet nga institucionet e Kosovës, duhet sistemojnë faktet, duhet të grumbullojnë sa më shumë fakte dhe të mos e neglizhojnë asnjë ditë, që sepse dëshmitarët e asaj kohe gjithnjë më shumë po paksohen, ose po vjetrohen, po smuren. Ne duhet sa më shumë që të grumbullojmë faktet, të ofrojmë mundësinë që institucionet e Kosovës një ditë edhe të ngrisin padinë për gjenocid kundër Serbisë në gjykatën penale ndërkombëtare. Pra po besoj që është më e mira që mund të bëhet për familjet e viktimave, për viktimat në radhë të parë, pastaj për familjet e tyre të afërmit edhe për krejt Kosovën. Qendra jonë jo rastësisht e ka emërtimin gjenocidin Kosovë Plagë e Hapur, sepse ne kemi të bëjmë me një plagë të hapur e cila do të mbyllet ose do të zbutet vetëm me arritjen e drejtësisë. Derisa kjo drejtësi nuk arrihet, të gjitha ato familje e gjithë Kosova dhe të kujtojmë se kjo është edhe një çështje humanitare, ndërkombëtare, nuk i takon vetëm shqiptarëve kjo çështje, sepse secili
diktator, se cili pushtues dikon mund t'i shkoj mendja që të bëj veprime të ngjajshme si që ka bërë Serbia, jo vetëm në luftën e fundit. Serbia e ka përsëritur disa herë veprimin e saj të gjenocidit, që nga viti 1878, pastaj në luftën e parë botërore, pastaj gjatë luftës së dytë botërore dhe në luftën e fundit, kur kemi ndërprerjen e këtij gjenocidi përmes sulmeve ajrore të NATO-s dhe luftës së UÇK-s. Çka ka planifikuar qendra për nesër, do të thotë për 15 Nesër janar? është 15 janari, siç thash, shënohet dita e përkujtimit viktimave të gjenocidit, që përkon me aktin gjenocidar në fshatin Reçak. Është marrë si referencë fshati Reçak për shkak se Reçaku është momenti kur është sensibilizuar e gjithë bota demokratike për të i ka kthy syt ka Kosova dhe përfundimisht është ndërprer gjenocidi. Nesër në ora 19:30, përveç homazheve që do të bëjmë gjatë ditës në varrezat e të rënëve, ne në ora 19:30 në sheshin kryesor të Prishtinës, në sheshin Skënderbeu dhe në të gjitha qendrat e Kosovës do të organizojmë ndezjen e qirinjve, përmes cilëve ne japim një mesazh të fuqishëm përmes mesazhit të qiriut, i cili në vetvete përmbledh një mesazh që këtu kemi të bëjmë me një plagë të hapur e cila kërkon drejtësi dhe i bëjmë thirrje jo vetëm qytetarëve të Kosovës, po gjithë opinionit ndërkombëtar që kjo plagë e hapur të njihet ndërkombëtarisht. Mundën me marrë edhe qytetarët pjesë, do të thotë jo vetëm nga qendra, jo vetëm nga institucionet. Gjithsesi, mund institucionet, gjithë qytetarët janë të ftuar që të marrin pjesë, ata që nuk kanë mundësi, se ka edhe nga ata që nuk mund të dalin, mund të ndezin një qiri në përdritare, në balkonet e tyre dhe në këtë formë të solidarizohen me viktimat e gjenocidit. Në këtë formë mund të ndjekin edhe qytetarët që ndodhen jashtë Kosovës, në diaspore, gjithkund, pikërisht në ora 19:30 ditën e hejtë. Po, flasim pak për lulkuqet, të cilat shpërndohen tash disa vjetë me radhë, në mënyrë që po besoj me rrit sensibilizimin edhe vetdijen të njerëzit edhe me u diskutua edhe tutje dhe kjo temë, edhe mos me u harru në fakt. Po. Çka është ky? Para se të flas për lulkuqen, unë do ta dhuroj një lulkuqe. Faleminderit me shumë kënaqësi e pranoj. Edhe po më pëlqen shumë e vrejta qysh në fillim që ishte edhe më e veçantë se sa vitin e kaluar. Si të qoftë, jo rastësi, përndryshe se një patjetër që i caktojmë mysafirët edhe një ditë më herët, edhe derisa përgatitesha për emision, pikërisht në desk aty te ne janë disa kompjuter të cilët e kanë të vendosur edhe lulkuqen dhe pikërisht është njëri nga kompjuteret që do të i përkiste Alban Bujarit, fotoreporterit të luftës, i cili është ka qenë ai i cili ka pa mjaft shumë në luftë dhe asnjëherë nuk e ka larguar lulkuqen nga kompjuteri. Dhe ndoshta çdo ditë e kam pa, po një ditë tjetër pastaj edhe e kupton edhe më thellë edhe këtë çështje edhe kur e diskutojmë në studio. Po, shiko, mirë që e përmenda Alban Bujarin. Albani është pa punën e Alban Bujarit, nuk edhe të shumë fotografëve tjerë, reporterëve tjerë, edhe ata që kanë xhiruar me kamera, nuk do të mund të dëshmohej aq fuqishëm se çfarë ka ndodhur në Kosovë gjatë luftës së fundit. Të kthehemi te lulkuqja, domethënia e saj që ta dinë teleshikuesit tuaj, domethënia e saj është kjo është simbol i gjenocidit në Kosovë. 4 petalet e saj përfaqësojnë 4 format e gjenocidit të cilët e ka kryer Serbia në Kosovë. Si që përmenda në fillim, janë vrasjet e civilve, është dëbimi masiv i popullsisë nga Kosova, dëbimi i dhunshëm, pastaj është dhuna seksuale ushtruar nga forcat serbe kundër shqiptarve të gjitha gjinive dhe moshave dhe shkatërimi i trashëgimisë kulturore dhe objekteve të banimit të shqiptarve në Kosovë.
Kjo është domethënia e petaleve, nëse e vreni me kujdes në mes të lulkuqes, në vend të atyne kokrave të zeza, farave të lulkuqes, janë figura, silueta të burrave, të grave, vajzave, djemve, që janë viktimat gjenocidit, janë të vendosur në formë rrethore, në mënyrë që tregon se këta janë të bashkuar, të gjithë kërkojnë drejtësi, po janë në formë rrethore edhe për shkak se janë në vuajtje ciklike. Nëse e shihni me kujdes, gjithashtu prerja e petaleve që e bën të veçantë, gjitha këtu e bëjnë të veçantë lulkuqen me 4 petale. Prerja e petaleve është në atë formë që tregon se kemi të bëjmë me një plag të hapur. Zakonisht, lulkuqja me 4 petale vendoset në formën X për shkak se gjatë luftës në vendbanimet e përzijera, forcat serbe kanë shënuar me një X në dyert e shqiptarve, në mënyrë që të dinë ku të godasin. Kjo është domethënia përmbledhëse e lulkuqes. Ne kemi shpërndar me mira ekzemplar edhe viteve të kaluara, edhe si vjetë do të shpërndajmë. Lulkuqja me 4 petale është miratuar në 24 kuvende komunale të Kosovës si simboli gjenocidit, është mbështetur nga shumë intelektual, nga Fakulteti i Arteve të Universitetit Prishtinës, është mbështetur nga shumë institucionet tjera, Universiteti i Tetovës, Universiteti AAB, pothuajse të gjitha universitetet që kanë treguar solidarizim me iniciativën tonë të vitit 2020. Pra është mirë që edhe të rinjt të dinë, edhe ata të cilët nuk e kanë përjetu ndoshta luftën, nuk kanë pasur edhe shumë informata për luftën, pra është mirë që të vazhdojtë edhe të trajtohet kjo temë, apo të flitet edhe më tepër, edhe ndaj të rinjve. Gjithsesi është shumë me rëndësi, sepse çështja e gjenocidit është një çështje shumë e rëndësishme. Unë them, nëse Serbia do të kishte pas të gjitha ato të drejta në të cilat thirret, ajo thirret në drejtën historike mbi Kosovën, ne e dim që ajo nuk e ka pas të drejtë historike. Nëse Serbia thirret në të drejtën juridike mbi Kosovën, në të drejtën e kishave serbe, ku diunë gjithçka në ato që ka thirret Serbia, sikur të kishte të gjitha këto të drejta, nga fakti që Serbia ka kryer gjenocid ndaj popullit Kosovës, i ka humbur përfundimisht të gjitha këto të drejta. Prandaj është shumë e rëndësishme që populli i Kosovës, institucionet e Kosovës dhe opinioni ndërkombëtar ta njohë gjenocidin që ndaj popullit shqiptar të Kosovës. Kjo është një çështje, si që thash edhe më herët, është një çështje humanitare, është një çështje që nuk i përket vetëm shqiptarve, një çështje që i përket gjithë njerëzve humanist, gjithë botës demokratike, në mënyrë që aktet tilla, veprimet tilla në të ardhmen të mos ndodhin, as te ne, por as kund në botë. Të kthehem pak vetëm te lulkuqja, ne në vitin që thash mbështetjen që kemi pasur nga komunat e këto, në vitin 2022 kemi paraqitur kërkesë para institucioneve të Kosovës që kjo lulkuqe të bëhet simbol zyrtar i përkujtimit viktimave të gjenocidit. Deri tani nuk kemi pasur një përgjigje të institucioneve qendrore përveç atyre komunale. Presëm që institucionet e reja përfundimisht të miratojnë këtë kërkesë tonën, sepse lulkuqja tashmë është përhapur jashtëzakonisht shumë, është bërë pothuajse e pakalueshme në të gjitha datat e përkujtimit të viktimave të gjenocidit. Keni kontakte me familjarët, me ata të cilët mundën me ardhur tek qendra dhe me marrë informata, me pas se çka po bëhet drejt kësaj çështje? Po, ne kemi kontakte me shumë familje të cilat kanë përjetuar drejt për drejt gjenocidin. Ne të gjithë që jemi të gjallë, mund të them jemi të mbijetuar të atij gjenocidi, sepse duke e vrarë në Poklek, duke vrarë 53 shqiptarë në Poklek, duke vrarë mbi 50 në Prekaz, duke vrarë mbi 300 në Mej, duke vrarë mbi 246 në Krush, në për gjitha vendet, kudo që shkon në Kosovë,
Kosova është e mbushur me varre, është e mbushur me viktima dhe ne kemi edhe mbi 1600 shqiptarë të cilët janë të zhdukur me forcë. Shihe çfarë ka ndodhur gjatë luftës në Kosovë. Kriminelin e ka preokupuar pas aktit të krimit, e ka preokupuar fshehja e krimit. Pas vrasjeve që kanë ndodhur në Krush, në Mejnë, trupat e të vrarëve janë transportuar në për varreza masive në Serbi. Pse ka ndodhur kjo? Sepse ata kanë dashur që të fshehin kufomat, që të mos ju dihet gjurma, të humbin gjurmët e krimit. Gjithçka kjo e dëshmon se ka qenë e qëllimshme, planifikuar dhe pikrisht kjo e dallon gjenocidin nga krimet tjera, siç është krimi kundër njerëzimit, krimet e luftës, që janë kategori më të ulta të krimeve. Gjenocidi është kategoria më e lartë dhe gjenocidin e karakterizon pikrisht qëllimi për ta vrarë, për ta shkatëruar një grup etnik racor ose fetar si të tillë. Po. Uroj që kjo temë në fakt të vazhdoj të diskutohet, uroj që të njihet po ashtu si gjenocid dhe uroj edhe që institucionet të reagojnë pastaj edhe nesër, ndoshta sa i përket edhe lulkuqës që të njihet pra zyrtarisht si simbol i gjenocidit në Kosovë. Faleminderit shumë për kohën dhe faleminderit shumë për këto informata që i keni sjellë në emisionin e mëngjesit. Faleminderit për mundësinë, edhe ishte kënaqësia ime. Gjithashtu ju përgëzoj shumë për punën që po e bëni. Faleminderit shumë.